të marrë pak ujin dhe përgatisim, sepse dhe mënyra e përgatitjes së çajit të malit, por edhe çdo lloj çaji tjetër, do të ndikojë te efektshmëria e të gjithë elementeve që ju përmendët për t'i përthithur ato në trup. Atëherë le të themi për shembull faktin e parë, që ne e përdorim kundra gripit. Le të përdorim, prit, mos t'i hedhim kështu. Shikoj, atëherë çfarë mund të bëjmë që ne të përfitojmë një çaj të mirë antiviral, antigrip, tulim temperaturën e trupit, inflamacionin dhe të nxitim pak djersitjen. Atëherë le të marrim për shembull një enë. Nëse duam që ta vlojmë çajin e malit, maksimumi mund të shkojë vlimi deri në 1 minutë. Okej, pra e shtojmë në ujë të vluar? Patjetër, po. Do marrim rastin e një njeriu që merr e thyen këto, për shembull. Po. Kështu veprojmë. Dhe mund të themi që po tamam, ja kështu do të bëhet për shembull, kështu. Po i quajmë unë i kisha duart e palara. Atëherë mundet që këtë çajun ta kontaminoj pak. Pra, e hodha këtë lulen këtu. Do të them si mund të veprojë një njeri i zakonshëm, i rëndomt. Do të hedhim një lugë gjelle të lules së shtogut. Në rastin ton, pra një lugë gjelle mund të themi që nëse do të bëj një çaj familjar afërsisht për 2 litra çaj. Në rastin ton e kemi afërsisht 1 litër, që do të thotë për 1 litër ne mund të hedhim 2-3 fije çaj mali, janë të mjaftueshme. Për 1 litër ujë 2-3 fije? 3 fije, janë të mjaftueshme. Ju do ta shikoni për shembull, ja, unë mora 2 fije, ja marr edhe një tjetër 3. Ja. Kaq është e mjaftueshme. Do të hedhim një lugë gjelle me lulen e shtogut. Edhe kjo është e mirë pasi na nxit djersitjen, prapësisht 2 lugë çaj janë sa një lugë gjelle. Mbaruam me këtë. Do të shtojmë në të. Nëse duam që çaji të ketë atë aromën e këndshme të çajit të malit, por që të mos ketë ngjyrime të hidhura, atëherë, për shembull, mund të shtojmë 2 deri në 3 gjethe dafine. Edhe këto mund t'i thërmojmë pak dhe t'i hedhim këtu. Pra kemi hedhur çaj mali, lule shtogu, 2 gjethe dafine, 2 deri në 3. Nëse do t'jenë kështu të vogla, pra gjykojmë përsëri në varësi nga madhësia e gjetheve. Si kjo mund të hedhim 2, po si kjo mund të hedhim 4, dhe nuk prishim punë fare. Dhe tashti do të shkojmë pak lule bliri, sepse duam që të kemi një lehtësi në frymarrje, përdorim këtë lulen e blirit, duam të nxjerrim djersitjen, po patjetër po. Duam që të marrim për shembull të kemi një lehtësi të rrugëve respiratore, ti lirojmë ato, të heqim ato ngjirrjet e zërit e kështu, dhe lulja e blirit është e mrekullueshme. Dhe këto bim neve i marrim dhe i përvëlojmë me ujin e nxehtë. Pra pasi kemi shtuar të gjitha bimët përzira bashk, shtojmë ujin e nxehtë të sapo vluar. Do ta mbush plot që të arrijë në maksimum që të qëndrojnë në ujë të vluar, dhe nëse do jetë ky çajniku mbi sopë, do t'i lëmë 1 minutë, doktor? Po 1 minutë, po nuk ka rëndësi. Edhe kjo përvlesa është e mrekullueshme. Pra, shiko, filluan ato mikroelementet, le të themi, flavonoidet, fenolet, polifenolet janë ndër të parat që kalojnë tek uji. Përsa këto vajrat esenciale duan pak kohë. Prandaj kjo lihet afërsisht 15 minuta. Dhe ajo ngjyra e çajit malit do fillojë nga një ngjyrë floriri e lehtë, edhe vjen gjithmonë duke u përforcuar. Mjaltin ja shtojmë kur ajo të jetë e vakët apo? Mjaltin dhe limonin ne e shtojmë këtu në gotën, kur do ta hedhim në gotën e çajit, afërsisht mbas 15 minutash, nuk do të jetë më kjo temperaturë që është sot tashti afërsisht 96 gradë, po do të na vejë 35-40, një çaj ngrohtë me atë delikatesën e tij dhe që mund të shtojmë. Nëse kemi koll të rënd e kështu me radhë, mund të shtojmë mjaltin e gështenjës. Po. Nëse duam që t'ju japim edhe fëmijëve, përsëri mjalti i gështenjës është shumë i pranueshëm.
në mungesë të këtij mjaltin shumë lulësh. Mjalti nuk o japin vetëm këtyre fëmijëve që janë më pak se 1 vjeç. Patjetër. 1.5. Çaji u jepet fëmijëve mbi 1 vjeç ose fëmijë 1-2-3 vjeç? I jepet pa asnjë problem i jepet. Doktor, rreziqet edhe gratë shtatzan përsëri këtë çaj e kanë përdorur historikisht në gjithë zonën tonë që di unë e kanë pas përdorur që të gjitha pa përjashtim. Pasi na ka mbaruar çajniku e rizjem përsëri në ujë të nxehtë të vluar, po, atëherë le të vemi tek kjo. Në këtë përvlesën e parë, në ujë, çaj ka çuar, si thua, 55-60% të këtyre mikroelementëve që unë përmenda. Pra aty fillon edhe ai kalciumi, edhe magnezi, edhe zinku, edhe pak gjurmë të hekurit, po shumë pak na kalojnë tek çaj. Po edhe vitamina C ka filluar që të tretë dhe të kaloj. Pra këtu bëhet një shkëmbim vlerash midis ujit, që çaj nuk ka lagështire, ka 10, 11, 12, ka nevojë të marrë ujë dhe uji i merr këti mikroelemente. Nëse do ta zijejmë për shembull herën e dytë, atëherë ne do të marrim më shumë nga këto mikroelementet, por vitaminat kanë kaluar që në çajin e parë. Do të marrim këto flavonoidet dhe fenolet, që janë 2 fenolet, nuk e di ai përmenda kjo verbaskozoidi dhe izoverbaskozoidi. Këto të dyja si polifenole kalojnë në çaj në sasinë 60-65% që në përvlesën e parë. Gjithsesi deri në 2 mund ta zjejmë. E dyta do të bëhet ndoshta me gjysmën e sasisë. Dhe s'është më e nevojshme ta vlosh. Hidhi ujin, përvloje, lere 2-3 minuta dhe kaq. Po, tani edhe e fundit, meqense në minutën e fundit, meqense këtu i kemi edhe bimët e tjera, nëse e kombinojmë për shembull çajin e malit me trëndafilin e egër, i cili do pak më tepër kohë për të zier. Si të veprojmë që të mos u mbasin vlerat e asnjërës? Po, atëherë, nëse do ta përvlojmë kështu, atëherë, këtë e lëm 20-25 minuta. Nëse duam t'i japim një val 1-2 minuta dhe përsëri do ta lëm 20-25 minuta në atë ujin e nxehtë, në mënyrë që të marrim atë provitaminën nga trëndafili i egër, por na duhen edhe acide triterpenike. Çaji i malit ka monoterpene, izoterpene dhe diterpene, por triterpenet që na ndodhen tek lulja e murrizit, ato antocianidina që janë tek boronica, vitamina C e kështu me radhë, ne përgatisim një çaj që është i mrekullueshëm për pastrimin e arterieve dhe të venave dhe përmirësimin e funksionit të zemrës. Nëse kemi një diare, mund të bëjmë shpejt, çaj mali, për shembull në 1 litër ujë, 3-4 fije, një lugë gjelle rigon, një lugë gjelle borzilok dhe boronic, ndoshta një lugë gjelle. Po këto 3 parat e kryen funksionin më së miri në normalizimin e tretjes dhe të jashtëqitjes. Nëse e duam për gjumë, sepse unë nuk e përmenda kot, ka këtë apigeninën dhe kjo luteolina janë të mrekullueshme për qetësimin e sistemit nervor. Po të shtojmë aty barblete, po të shtojmë ndoshta një çik lule bliri e kështu me radhë, çaji i malit me vërtet do të bëhet një qetësues i mrekullueshëm nervor. Ndoshta nuk janë minutat e plotësuara, por edhe pak minuta fillon edhe e rësohet. Ka filluar që ta marrin ngjyrën e floridit çajit. Dhe ne konsumojmë tani në fund.